Numri i të evakuarëve në Kërçovë si pasojë e përmbytjeve ka shkuar në 150, të njëjtit po strehohen në sallën sportive Hristo Uzunov, ku po kujdesen nga komuna dhe kryqi i kuq i Kërçovës. Nga qendra e menaxhimit të krizave njoftojnë se vazhdon të mbetet kritike rruga Prilipska dhe se po kryhet pastrimi i kanaleve dhe shtratit të lumit Zajaska me mekanizëm të rënd. QMK tregon për situatën dhe më tej problematike në disa rajone dhe se po vazhdojnë intervenimin në zonat e përmbytura nga rreshtet e dendura ditët e kaluara. Në Dollnen, në fshatin Lazhan, është raportuar dëmtim në oborr dhe në katin përdes të një shtëpie. Në fshatin Peshalev ka përmbytje për shkak të kanaleve të papastruara. Në Strug janë përmbytur oborret dhe shtëpi në zonën e Misleshevski Pat. Njësia e zërfikësve në Strug po intervenon me pompa, ndërsa është angazhuar edhe mekanizëm ndërtimor. Në Gostivar, në rrugën Tumqevishte Qegran, rruga nuk është e sigurt për qarkullim. Ato njoftojnë se edhe në Presp janë përmbytur toka bujqësore, obore, shtëpi dhe magazine. Për këtë arsye po intervenojnë me pompa dhe mekanizëm ndërtimor për largimin e ujit dhe pastrimin e zonave të rrezikuara. Gjithashtu për në Krushev rekomandojnë që uji për të pi të zihet para përdorimit për shkak se është turbulluar si pasojë e rreshqeve.